Do ta pyes avokatin tim. Nuk kam një përgjigje. Unë besoj se po. Por një përgjigje përfundimtare do ta marrish pasi unë të konsultohem me avokatët, me siç keni konstatuar, ata kanë në profesionin e tyre kanë një hapësirë të gjerë dhe unë nuk është se i ndjek ata me lupë. Por ky akt është akt i shëmtuar, i turpshëm, i pa ju e patra, është shkelmuar kushtetuta që në mënyrë eksplicite kërkon personat e institucioneve kushtetuese, siç është gjykata, nuk mund të jenë në këto detyra nëse kanë integritetin të cënuar. Janë cënuar 3 ligje, të cilat e çojnë në burg ata që i shkel, dhe kjo ka shkel këto 3 ligje në mënyrë ekzemplare. Natyrisht ju garantoj se kjo çështje, me këtë çështje gjykata e Strasburgut, sigurisht jo vetëm rastin tim, se nuk jam vetëm unë këtu. Këtu janë me qindra procesa dhe këta përpiqen ta mbyllin këtë gjë, pikërisht me këto procedura, por se mbyllin do të kur, sepse është shumë e qartë. Një proces, një vendim i dhënë nga gjykatës që s'mund të ishte gjykatës, nuk ka asnjë vlerë. Kjo s'mund të ishte gjykatës, besoj se jemi në kushtet kur në përputhje me kushtetutën e Shqipërisë dhe 3 ligje me 3 pestat, Irena me 5 mbiemra që ka për avokat Altin Troplinin nuk mund të ishte gjykatëse. Por Irena Peng, e cila është është tamam ikone e zezë e këtij sistemi George Sorosit, ajo vazhdon mbahet në ta shtuquiturin hetim paraprak pa emër të Altin Troplinit, form hetimi që ky bashkëpunëtor në krime e përdor për të mbrojtur kriminal. Duhet të informoj këtu se dosja 26 Toyota Yaris, e cila ka shkuar në gjykat, ka shkuar pa fascikullin e Tauland Begojaris, i cili është person kryesor, siç e dini, jo vetëm në deklaratat në parlament, por është person kryesor në përgjimet që janë bërë Erjona Daupaj, ku ajo në mënyrë të përsëritur, unë ja u kam lexuar, ja u lexoj prapë, flet për taun që bën gjithçka, ministër tani më, që bën gjithçka për të marrë, për të tërheqë edhe një herë të gjitha pasuritë e konfiskuara në polici në mënyrë që t'i vonoj dhe të mos japë. Pra, këtë Altin Troplini nuk e ka dërguar në gjykatë. Çfarë ka bërë? E ka kriju aty gjoja një fashikull 26 fraksion 1 dhe asgjë, po e han mijt në raftet e tij. Ky është një shembull